Mirë, në Komision për Kodin e Ri ka deklaruar, ka dhënë deponimin e tij sugjerimet sigurisht kreu i KQZ, zoti Ilirian Celibashi. Palët janë ende duke diskutuar për Kodin e Ri zgjedhor për të bërë një rezume të asaj që duhet të ndryshojë, por gjithashtu për të marrë sugjerime nga ish kryetari i KQZ, zoti Kristaj Kume, do zhvilloj një komunikim drejt për drejt online. Zoti Kume, falenderoj që gjete kohë për të folur për një temë në fakt që e kemi folur shpesh në komunikimet tona. Edhe njëherë po të bëj të njëjtën pyetje, nisur edhe nga propozimet e zotit Celibashi ditën e sotme. Cilat janë ato reforma, ato ndryshime që kërkojnë, le të themi, një ndërhyrje urgjente në kodin aktual zgjedhor, në gjykimin tënd? Duke patur parasysh se vitin tjetër do të zhvillohen zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, për mendimin tim është domosdoshme që të bëhet sa më parë që të jetë e mundur, ndryshimet në ato dispozita të cilat janë pjesë e legjislacionit që zbatohet për zgjedhjet vendore. Ajo çka është diskutuar në tavolinën që dhe ju për të folët është e tillë, pra problematikat e saj janë të tilla dhe që për mua kërkesa që bën Celibashi, jo vetëm që është e përligjur, por për ata për të cilët ai e bën këtë kërkesë, duhet unë do dëshiroja që ta dëgjojnë me vëmendje dhe ta marrin parasysh dhe të përpiqen të bëjnë zgjedhjet më të mira për çka zoti Celibashi ka kërkuar që të rregullohet në legjislacion. E them këtë sepse nuk është hera e parë që edhe për këto çështje Celibashi ka bërë kërkesa pranë Kuvendit të Shqipërisë, pranë Komisionit Parlamentar për Reformën Zgjedhore, por në një farë mënyrë ka trokitur në vesh të shurdhët. Ajo që duhet bërë në këtë rast për mua është e nevojshme sepse proceset zgjedhore të zhvilluara deri sot 2021-shit, por 2023-shit, 2025-s kanë treguar se nga njëri proces në tjetrin, efektet negative të këtyre fenomeneve, për të cilat zoti Celibashi kërkon që të mirë rregullohet legjislacioni zgjedhor, kanë qenë në rritje. Dhe kemi arritur deri aty sa tashmë, nuk thuhet më në rekomandime në raportin e OSBE-dirit ajo që më përpara edhe është se ka deklarime të aktorëve të ndryshëm politik dhe jo politik për shfaqje të tilla fenomene si këto që synohet të mirë rregullohen nëpërmjet ndryshimeve që kërkohet të bëhen legjislacion, por në të fundit fare ata e konsideruan nëse e kthejmë në vëmendjen e shikuesve tuaj faktin që midis në këtë proces të 2025 kufiri midis shtetit dhe procesit zgjedhor filloi që të sfumohet. Dhe një ndër arsyet pse ka ndodhur një gjë e tillë është pikërisht kjo, sepse në procesin zgjedhor janë përdorur në mënyrë të skajshme jo ligjore burimet publike, asetet publike, të cilat i ka lejuar në një farë mënyrë le ta themi në thonjza ose i ka bërë të mundshme për të përdorur edhe legjislacioni. Natyrisht në radhë të parë është kultura, sjellja dhe pastaj është edhe legjislacioni të cilin Celibashi kërkon që të rregullohet për të ngushtuar të paktën në kuadrin ligjor hapësirat për realizimin e të tilla për ndodhjen e të tilla fenomeneve. Të shohim se sa dhe si në çfarë mënyre do të reagojë Komisioni Parlamentar për Reformën Zgjedhore për të realizuar një gjë të tillë e cila po ta vësh edhe me kujdes është vetëm shtim dhe vazhdimisht shtim dhe kjo ka ndodhur gjithmonë të dispozita në kodin zgjedhor duke i dhënë për herë më shumë karakter procedurial jashtëzakonisht të fuqishëm. Po puna madhe nuk na prish punë. Kjo le ta kemi si të tillë, ne kemi vite që punojmë në këtë drejtim duke zhvilluar si të tillë këtë produkt ligjor. Por ajo që unë do këmbgulja në vijim të bisedës nëse më lejoni, ta them, ka të bëjë me faktin se në asnjë mënyrë nuk duhet të kuptohet se detyra u krye, puna u bë dhe pas saja do të presim që rezultati të jetë zgjedhjet të ardhshme, qofshin ato vendore, qofshin ato parlamentare, të jetë më i mirë se sa ai i pashmi,
në qoftë se do të mjaftohemi vetëm me kaq. Që do të thotë në një term pak më të përgjithshëm se sa kjo, në qoftë se do të mjaftohemi vetëm me punën për pasqyrimin në legjislacionin ton të rekomandimet të OSBE-ODIHR, sepse edhe këto që u diskutuan dje janë në fakt të prekura dhe të kërkuara për të trajtuar në raportet dhe në rekomandimet e bëra në ndërkombëtare. Nuk mjafton vetëm kjo, në qoftë se bëhet kjo, neve kemi krijuar kushte më të mira për të realizuar procese zgjedhore më afër dhe më të mundshme për të realizuar këto procese standarde të kërkuara, por nuk kemi arritur dot dhe nuk mund të arrihet dot vetëm nëpërmjet këtyre ndryshimeve, pra duke pasqyruar rekomandimet e OSBE-ODIHR-it në legjislacionin ton, të shkojmë në procese zgjedhore të cilët të kenë pasaj si produkt të tyre më të mirën e mundshëm referuar asaj çka kërkojnë zgjedhësit nëpërmjet votës së tyre në kutinë e votimit. Dhe këtu fjala është për domosdoshmërinë e ndryshimeve në legjislacionin zgjedhor në rregullat bazë sipas të cilave konvertohen, kalohen vullnetet e qytetarëve të shprehur me votë në kutitë e votimit në mandate në Kuvendin e Shqipërisë, domethënë ndërhyrje në çështje shumë të rëndësishme, esenciale të legjislacionit zgjedhor, ato që kanë të bëjnë me mënyrën se si zbatohet sistemi zgjedhor që neve kemi të përcaktuar sot në kushtetutë ai proporcional rajonali. E në qoftë se nuk veprohet në këtë mënyrë, do të jemi shumë larg asaj çka kërkojmë të bëjmë dhe që duhet me domosdoshmërisht të bëhet, të ndërtojmë një legjislacion i cili jo vetëm të krijojë kushte shumë të mira për procese zgjedhore në standarde, që kapin standardet e kërkuara, por për të realizuar procese zgjedhore që realizojnë produkte të cilët janë më të mirë të mundshëm në pasqyrimin e tyre në to të vullnetit të zgjedhësve shqiptar. Po, qartë. Zoti Gume, zoti Celibashi ditën e sotme ngriti problematikat. 5 ishin kryesoret, ja delegoi për zgjidhje politikës, se çfarë do të ndodhë mbetet për tu parë. Ama ju, zoti Gume, edhe për pozicionin që keni mbajtur, ndoshta mund të jeni pak më i drejtë për drejtë. Si mund të ndalohet përdorimi i mjeteve shtetërore gjatë fushatës e para? E dyta, si të dallohet gjatë asaj periudhe aktiviteti normal i qeverisë nga propaganda apo, si thuash, nga format tjera të promovimit? Unë kam patur rastin që edhe të diskutoj, por edhe të shoh draft materiale të përgatitura në komision që ndori zgjedhje dhe nga zoti Celibashi, në të cilat trajtohen pikërisht këto probleme të cilës, siç u thash më përpara, nuk është hera e parë që i artikulon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve këto problematika dhe shtron nevojën për të trajtuar ato nga klasa politike, nga Kuvendi i Shqipërisë. Po ti shikosh me kujdes, ato çka kërkon natyrisht publiku i gjerë, njihet vetëm me problematikën, pra me 5 çështjet, por duke patur parasysh se çfarë ngarkesë kanë këto, se cila nga këto çështje dhe çfarë duhet bërë për të mirë rregulluar diçka çka ato targetojnë si problematik në procesin zgjedhor dhe prodhojnë pastaj probleme jo të pritshme, jo pozitive në zhvillimin e tij, e kupton se kërkesa përpara ligjvënësit shqiptar është e tillë. Detajoni në mënyrën më të mirë të mundshme, s'ka problem se sa dhe si do të zgjerohet volumi i kodit zgjedhor me dispozita, çdo gjë që ka të bëjë me përdorimin e aseteve publike. Nuk është se si dim se cilat janë, por shpesh është përdorur në teknikën legjislative në mënyrë të shprehur të shkruarit në legjislacion, është përdorur një fjali pak e përgjithshme e cila natyrisht e tillë lë pasaj tek edhe për interpretim, siç edhe zoti Celibashi nguri këmbë, ndaj ne në kushtet kur kemi kulturën dhe kemi ngasjen e madhe, pra partitë politike, garusit në procesin zgjedhor, kanë ngasjen e madhe për të përdorur, për të gjetur hapësira sa më shumë dhe sa më të mira në funksion të interesit elektoral të tyre në legjislacionin ashtu siç ai është shkruar. Zoti Celibashi kërkon, dhe jo vetëm ai kërkon, po duhet që të bëhet një gjë tillë që legjislacioni të mbylli, të paktën në nivelin e tij, në nivelin legjislativ, të gjitha shtigjet e mundshme që mund të mendohet se mund të ecë të përton nga ata që duan t'i keq përdorin mundësitë që kanë në një garë të ardhshme zgjedhore. Kështu që realizimi i gjithë këtyre, prap për mendimin tim,
nuk se do të zgjidhë plotësisht problemin, sepse ka dy komponente shumë të rëndësishme realizimi i objektivit, pra, që është procese zgjedhore në standarde. E para, të ndërtohen rregulla sipas të cilave do të zhvillohet procesi, të cilat të krijojnë kushte sa më të mira të mundshme për realizimin e standardeve dhe të zbatohen këto rregulla pasaj në mënyrë sa më besnike ashtu siç ato shkruan dhe shprehen, dhe në kushtet kur ne kemi të munguar, do thosha unë, këtë të dytën, të ndërtohen rregulla të cilat të mos lejojnë mundësi për të interpretuar, pra të përdoret nga fillimi deri në fund ajo që quhet gërmë e ligjit, jo frymën e ligjit. Në një garë zgjedhore nuk pyet njeri për frymën e ligjit. Të gjithë i referohen gërmës ligjit dhe nga gërma pasaj gjejnë vetëm hapësira për ta përdorur atë hapësirë në funksion të interesit të garës elektorale të tyre. Pra, është e nevojshme të bëhet dhe duhet të bëhet. Se sa do të bëhet dhe si do të bëhet, pastaj as Celibashi se ka në dorë të gjë. Ai po ndihmon, pra Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e ndihmon këtë proces sepse u deklarua Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pra rregullatori ka hartuar një set rregullash për të plotësuar ato hapësira të mundshme të për keq përdorje të legjislacionit aktual që ne kemi. Mos harrojmë që në 2020 në Kodin Zgjedhor janë vendosur dy dispozita 91 dhe 92 për herë të parë në legjislacionin tonë zgjedhor që trajtojnë në mënyrë të shprehur, shumë mirë të shprehur këtë lloj problematike dhe fenomenet që prodhon kjo lloj sjellje në garën zgjedhore, por që ajo që ne kemi nevojë më shumë se sa kaq me të shtuket, nuk mjafton vetëm kuadrin nën ligjor, por të ngrihet në nivelin e ligjit. Dhe duke ngritur në nivelin e ligjit, krijon kushte për mua, dhe unë pranoj një logjik të tillë, krijon kushte detyruese shumë të mëdha se sa një akt nën ligjor i prodhuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra, edhe një herë, janë procese të cilat duhet të zhvillohen, por për mua në asnjë rast, edhe këmbgul në këtë gjë, në asnjë rast nuk duhet të konsiderohen se këto janë problemet që po zgjidhen probleme madh që neve kemi, mirë funksionimin efektiv të demokracisë përfaqësuese. Jo, nuk e zgjidhin dot vetëm këto probleme. Këto janë pjesë e problematikave, ndërkohë që problematikat janë shumë të mëdha se sa kaq dhe me të shohun, me të ndjejun, sjellja e të mëdhenjve e atyre që e kanë në dorë për ta bërë këtë gjë, PS-ja dhe PD-ja, qëndron larg këtyre mundësive. Janë shumë të prirur të marrin pjesë dhe të deklarohen për konferenca në tavolina të tilla, por pastaj janë shumë të ngurtë për të realizuar atë që edhe vetë deklarojnë se do ta bëjnë, se thonë që e dëgjuam, e konsideruam në kuptimin që po do ta trajtojmë dhe do ta zgjidhim. Kjo sepse kjo nuk është frikë e prodhuar në mënyrë artificiale, por është realiteti i prekur me dorë. Shikoni punën që ka bërë ky komision, që kur është krijuar me vendim të Kuvendit të Shqipërisë. Sa muaj dhe muaj të tërë ky ka konsumuar pas e punë kur përpara e presin shumë punë, siç u tha edhe në tavolinën e dieshme. Janë shumë punë që duhen bërë për të pasuruar jo vetëm rekomandimet e OSBE-dit të dhëna për zgjedhjet e fundit, por një seti të rekomandimesh të dhëna gjatë gjithë kësaj periudhe, gati 13-14 vjet, do 3-4 to procese zgjedhore të realizuar që kanë mbetur pa u trajtuar dhe që duhet të trajtohen. Janë gjithë ato probleme që duhet të trajtohen si kërkesë dhe si nevojë e vetë shoqërisë tonë për të mirë zhvilluar demokracinë përfaqësuese, siç janë problemet që kanë të bëjnë me mënyrën se si konvertohen votat, siç ja u thash përpara, konvertohen votat në mandate, me mënyrën dhe mundësitë që ka zgjedhësi për të zgjedhur ai me votën e tij, me vullnetin e tij përfaqësues të tyre në Kuvendin e Shqipërisë dhe plot të tilla probleme të cilat janë thelbi i gjës që mund të realizohet dhe duhet të realizohet vetëm duke realizuar në të njëjtën kohë procese në standarde për të cilët po duhet të bëhen këto ndryshime që kërkohen edhe nga Celibashi në legjislacionin zgjedhor. Zoti Kume, përdorimi i burimeve shtetërore, financimi i fushatës, transparenca për të njësër problematikash, po e the shumë drejt. Gjithmonë, sidomos majoranca, pra partia në pushtet do t'i gjej format edhe mundësit, hapësirat që lejon ligji për të qenë paksa e avantazhuar. Dhe në këtë pikë, unë doja sugjerimin tuaj konkret përsa i përket
hetimit, pse jo, dhe zbardhjes ndëshkimit të krimeve zgjedhore. A funksionon siç duhet mekanizmi sot që flasim? Mos ndoshta duhet fokusohemi edhe këtu nga tani edhe në vijim, ajsa të marrë formë një kod i mirë zgjedhor? Patjetër, është pjesë e punës që duhet bërë. Sot funksionon siç duhet? Procesi zgjedhor, asa që është një proces i thjesht. Thjeshtoj procesin. Unë qytetari marrë një fletë votimi, shënojnë këtë fletë votimi, hedh një kuti dhe ti pasaj zyrtari nën punësi e lexon këtë fletë votimi dhe thua për kë ka votuar. Ka që thjesht është procesi në veten e tia. Në fakt, kjo bëhet. Por ndërkohë, duke qenë se nga ky proces pasaj në fund të tia del ai që merr pushtetin, pra del pushteti, vlera e tij është jashtëzakonisht e madhe dhe përpasoj gara bëhet shumë e egër dhe kjo gara, egërsi gare fillon. Jo atëherë kur shpallet dita për zgjedhjen e radhës, por që me ndërtimin e rregullave sipas cilat do të zhvillohet gara. Përpasoj, duke qenë se ngërturen interesat të tilla të mëdha që janë interesat e pushtetit, interesat më të mëdha që ka çdo subjekt zgjedhor dhe ka çdo antar i secili subjekt zgjedhor, kandidat ose jo, antar vetëm i subjektit i një partie të caktuar politike, është e domosdoshme që ne të ndërtojmë, sidomos në vende si ky yni që nuk kemi kapacitetet shumë mirë të zhvilluara në ushtrimin e demokracisë, të ndërtojmë rregulla të cilat të na i bëjnë sa më minimale efekti negativ të sjelljeve të cilat i kundërvijnë garës ndershme, garës së rregullt. Edhe këtu tash duhet marrin përgjegjësi që të gjithë marrin përgjegjësi detyra dhe që duhet të kryejnë pasaj këto detyra që të gjithë ata të cilët bëjnë pjesë e një procesi zgjedhor. Dhe këtu në një proces zgjedhor nuk bëjnë vetëm partitë politike. Ato po janë institucione nga më të rëndësishme, se ato garojnë me njëra tjetrën, por është administrata, institucionet zgjedhore, institucionet ligjbërëse. Qytetari po ashtu po ka që i rëndësishëm si aktor kryesor në një proces zgjedhor. Dhe në përgjigje të pyetjes tuaj do them, që gjithatë edhe ato 5 çështje, të cilat shtroi zoti Celibashi dhe që duhet të trajtohen nga Komisioni Parlamentar për Reformën Zgjedhore, është e pamundur që të gjendet për to zgjidhja që synohet ose që kërkohet të bëhet, në qoftë se ai trajtohet vetëm duke u referuar atyre që e prodhojnë fenomenin të cilën kërkohem që ta zvoglojmë mundësitë e tij nëpërmjet ndryshimeve që propozon dhe zoti Celibashi. Në qoftë se pjesë të këtyre ndryshimeve me detyra dhe përgjegjësi nuk bën të institucionet e tjera të vendit ku kanë parasysh institucionet ligjzbatuese, prokurorin, SPAK-un, policinë, po ashtu policinë e shtetit, të cilët gjurmojnë dhe identifikojnë pasaj shkelësit e ligjit dhe në të rast shkelësit e ligjit zgjedhor, ashtu sikurse edhe hapësira që duhet të krijohen për institucionet jo publike, për shoqërinë civile për të qenë aktive dhe ajo dhe në luftën që duhet bërë ndaj shfaqjes dhe këtyre fenomeneve duke i parandaluar ose duke i denoncuar. Pra problemi është zhvillohet si një problem kompleks, luftohet vetëm nëpërmjet marrjes së masa dhe ndërtimit të mekanizmave kompleks ku përfshihen që të gjithë aktorët të cilët janë pjesë e një procesi zgjedhor. Po, zoti Kume, kam edhe një pyetje të fundit. Në gjykimin tënd, si njohës i mirë, duhet bëjmë një reformë të gjerë, zgjedhore, apo mund të bëjmë ca ndryshime të pjesshme në kod, edhe të jemi okay? Që unë nuk kuptoj se duhet të sqarojmë termin. Çfarë kuptojmë me reformë të gjerë zgjedhore dhe çfarë kuptojmë me arnimin. Atëherë, unë jam për atë që ne të mos ndërhyjmë në legjislacion zgjedhor, mos ta rregullojmë legjislacionin zgjedhor për të thënë që po e bëm atë që kemi deklaruar, pra kemi zbatuar rekomandimet e OSBE-ut, pa dhënë llogari fare pasaj se si i zbatuam, sa i zbatuam dhe çfarë efekte kanë këto zbatime. Por krahas këtyre, krahas punës që duhet bëjmë për zbatimin e këtyre rekomandimeve, ne duhet të rregullojmë të gjitha ato pasaktësi, të gjitha ato momente të dobta ku kërcet legjislacioni tonë zgjedhor në zbatimin gjatë zbatimit të tij dhe në efektin që ai sjell, pra për produktin që ai sjell, për të bërë ndryshimet e nevojshme siç edhe ja u thash. Pra, ndryshime në kodin zgjedhor, të cilët në këtë rast unë do të quaj ndryshime të rëndësishme, pra jo arnime,
nuk do të thotë që ne të përmbysim kodin të gjithë, ta hedhim poshtë kodin. Jo, kodi është një produkt legjislativ i realizuar hap pas hapi ndër vite si i tillë, i mirë vlerësuar si i tillë, por që ka probleme. Ndërkohë, dhe që do të ketë edhe probleme, edhe nëse do të ketë probleme, është tamam si një gjë gjallë e cila zhvillohet në kohë dhe hapësirë, edhe legjislacioni, si zhvillohet në kohë dhe hapësirë vetë shoqëria tonë, apo ashtu do zhvillohet dhe do duhet patjetër që të ndërhyet në legjislacion dhe në legjislacionin zgjedhor. Ndërkohë që është shumë e nevojshme për mua që ne të ndërhyjmë në kornizën e përgjithshme, pra në rregullin e përgjithshëm, sipas të cilit dhe në zbatim të cilit zhvillohen proceset zgjedhore këtu tek ne. Për shembull, për zgjedhjet për organet e qeverisjes lokale, po çka e thashën kryetërës, çka propozon edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të bëhet dhe të jetë i gatshëm për të zbatuar dhe në këto zgjedhje, po ndërkohë s'ka pse mos bëhet dhe ajo dhe duhet të bëhet. Dhe ajo që kanë kërkuar qytetarët këtu 2 vjet përpara nëpërmjet nismës ditëvënjse të tyre, që janë drejtuar 26.000 qytetarë zgjedhës të Republikës së Shqipërisë me kërkesë Kuvendit të Shqipërisë që të bëjnë ndryshimet në kodin zgjedhor për të bërë të mundur votimin e këshilltarëve bashkiak, zgjedhjen e këshilltarëve bashkiak me lista 100% të hapura, detyrimin e partive politike që në listat e kandidatëve për këshillat bashkiak, ato të kenë kandidat përfaqësues të gjitha komuniteteve që bashkëtojnë në njësi zgjedhore të caktuar në bazë të parimit të proporcionalitetit. Të jetë e mundshme që qytetarët si të pavarur të mund të garojnë, po mund të garojnë jo vetëm me një kandidat pavarur, po të garojnë me grupe qytetarësh, pra të hapin mundësi qytetarëve që të garojnë për organet e qeverisjes lokale, pra për Këshillin Bashkiak, se për kryetarin e bashkisë kanë këtë mundësi për ta bërë, se është gara mazhoritare që për Këshillat Bashkiak ata të garojnë jo me një kandidat pavarur, po me një grup kandidatësh të pavarur të tyre. Dhe të gjitha këto s'ka pse mos të bëhen, sepse në fundit të gjitha këto mirë rregullojnë produktin përfundimtar që realizohet nga zbatimi dhe realizimi i këtyre rregullave që ne propozojmë, të cilat janë tashmë në Kuvendin e Shqipërisë, janë të depozituara dhe i duhet Kuvendit të Shqipërisë, pra i duhet partive politike, PS-s dhe PD-s kryesisht, të cilat kanë edhe votat e nevojshme për të bërë ndryshime që ti konsiderojnë. Po që se shkojmë pak më larg pastaj në zgjedhjet parlamentare ka një grup të madh pastaj problemesh krahas dhe jo vetëm me këto që ne sapo tham, të cilat duhet të rregullohen dhe se si duhet të rregullohen janë shprehur dhe tashmë janë qytetarët duke zhvilluar procesin e grumbullimit të firmave për të shpërndur një dokument të gatshëm në Kuvendin e Shqipërisë, në të cilin janë të përshkruar se cilat janë mendimet e tyre për ndryshimet që duhet bërë në 2 komponentet kryesore që unë sapo tham. Ndryshimet që rregullojnë standardet, ndryshimet që rregullojnë cilësinë e produktit. Por ajo që është e rëndësishme është që ne kemi nevojë sot që të ndryshojmë qasjen. Nuk do të, dhe unë kam frikën se po vazhdojmë të mbetemi në të njëjtën qasje si ajo që kemi realizuar deri sot, kur gjithçkaja bëhet nga fillimi deri në fund prej partive politike, për 2 partive kryesore politike dhe gjithë të tjerët pastaj, të cilët kanë interesa, kanë mundësi dhe kanë kapacitete për të mbështetur dhe për të mirë realizuar një proces të tillë, as nuk konsiderohen fare, ose bëhet sikur konsiderohet, o në një tavolinë ose në tavolina siç ajo e djeshmja, ose duke u dëgjuar në Komisionin Parlamentar për Reformën Zgjedhore dhe vetëm kaq. Është koha për mua kur në qasjen ndaj këtij procesi ligjbërës ne të realizojmë një ndryshim cilësor, të mos jetë ky proces dhe këtë mund ta përkufizojmë vetëm me një fjalë, mos jetë ky proces i gjithi i realizuar dhe produkti i tij i prur vetëm nga çka do të bëjnë 2 aktorët kryesor politik, por Kuvendi i Shqipërisë me aktorët politik brenda tij, së bashku me ta me të njëjtën fuqi, me të njëjtën të drejtë propozimi, me të njëjtën të drejtë pasaj për të konsideruar propozimin e tij edhe qytetarët që janë jashtë Kuvendit të Shqipërisë. Zoti Kume, të falenderoj shumë për gjithë analizën, ekspertizën tënde, për cilën nuk nguron ta ndash me ne sa herë që është nevoja. Gjithë të mirë, ju falenderoj që më jepni mundësinë që të komunikoj me gjithë shqiptarët tuaj, sepse e vlerësoj sot si një problem shumë të rëndësishëm për të ardhmen tonë, për të ardhmen
afat mesme për të ardhur edhe për atë çka do të na vi nesër në zgjedhjet që do vinë për organet e qeverisjes vendore. Duke këmbgulur edhe një herë, duke këmbgulur edhe një herë natë, procesi i reformës zgjedhore, i rregullimit të legjislacionit zgjedhor, duhet të realizohet si kontributi 3 aktorëve kryesorë. Aktorëve politikë në Kuvendin e Shqipërisë, ku janë 2 më të mëdhenj, atje, dhe i treti qytetari që s'është në Kuvendin e Shqipërisë, por që mund të bëhet pjesë e Kuvendit të Shqipërisë me ato rrugë që ja njeh kushtetuta, që ai mund të përdori. Faleminderit edhe një herë. Përshëndes. Gjithë të mira. Shkëputemi, rikthehemi për pak, ndalemi tek zhvillimet në botë.